vogla, shi si Ja, rrinë, fërkoj me dorë, nuk të lujnë. Ura si rinë ke viçat, shi si rinë ke viçat. Kjo do qumësh tani, shi sa të bukura janë, shi sa të bukura. Ata thëti do qumësh, na le prap qumshin pa morë në jetë, pinë macet prap, të moka pi macet, pa për macet. Ja, jo tjetra, këtu qeka. Vind gjitha, janë gjashtë sopë. Ferma ka mbi 20 vjetë që ka filluar, si fillim. Filluam me disa viça, ja viçat e filluam me lopë. Ke qenë jashtë? Po, normal që unë kam qenë në Itali, kem punuar. Gjithë si vlezën në Itali, jemi këthyër, e kam lënë në Italinë. E pe atje këtë që ecte po, dhe po e pe këtu? Normal, në Itali, sepse dhe atje pak e shumë po këte punë në për Italian dy punuar. Po e bëj për vete? Po e bëj për vete. Dhe nisëm, si fillimi kem nisëm e pak. Shikoj, je penduar? Jo, nuk jem penduar. Nuk kam penduar sepse në fundit fare jam në shpinë time dhe me këte punë këtu jam rregulluar vetë. Sot jam i martuar, jam me 2 fëmijë. Dhe me këte punë kemi ushqyer ato 2 fëmijë, edhe familjen, po me këte punë e marë. Po mirë, po kur vinë momentet si këto, që fillojnë edhe thonë të gjithë, janë momente shumë vështira, por ne sot, ne shqyrë Zotit, sot jemi të ditër. Derisa sot to po flasin për përgatitje, për Bashkimin Evropian, tash fatkeqësia është dhe shtetit, sepse kjo përgatitje që japin, duhet japin udhëzime. Këto doktora, këto veterinera që paguhen në bashki, zotni, vini herë kontrollojnë që ushqimi, ku është problemi. Nuk ka dëshike privati. Tashi, problemi jonë na lajmëruan përpara, firma Lufra, na lajmëroi përpara, na thash shikoni sepse është këtu. Ti je vetëm Lufrës? Unë vetëm Lufrës. Dhe sa tjetë kjo fermë, vetëm ke Lufra kam shkuj qumshi, harroj të tjerët, sepse nuk funksionojnë. Që mos të bagje dhe vogla për mua herë janë komplet zero. Sa qumësh bën ti? Unë sot bëj 1600 litra. Është vit që akoma nuk është bërë lopë, do rrinë dhe kjo do bëhet lopë, por arrin 30 litra mesetarja. 30 mesetarja qumë. Dhe i gjithë qumëshi që shkoj atë ditë e Lufra, u kthye që ndodhi? Neve patëm probleme, bilës Lufra në la qumshin, 4 ditë. Unë se kam dozuar qumshin, jam dëruar qumshin, nuk ma merë dhe ma qumshin, sepse qumshin doli me aflatoksin. Për 4 ditë arritëm, gjetëm zgjidhjen. Problemi ishte misri, hoqë misri, nuk javi misri, 4 ditë qumshin, pinë viçat, na viçat të gjithë kanal, sepse nuk mund që do të asë jezë me afal, sepse doli kjo fama emrit, aflatoksin, na helmut, na bot, 4 ditë qumshin shkoj të gjithë në kanal, edhe qa pinë viçat i pjesë, sepse është shumë qumësh që marë në ditë, nuk mund të rëvëlloj ma i viçat sa kam. Pse ndodhi? Kush e problemi? Problemi ishte të gjithë misri, që mershim, që bleshim, misi eksportit, importit, komplet, misi ishi komplet me aflatoksin, i mykur. Ishte i mykur? Ishte i mykur misri. Për t'ja shpjeguar edhe ati që dëgjon, që çfarë është myk, që vjen prej ushqimit. Miku që vjen nga ushqimi. Mungesa e kujdesit të dur për ushqimin, sjell këta. Sjell te problem. Ti e zgjidhe që pastaj... Unë e zgjidha, bilës ne nuk patëm përdorur, antimyk nuk e di çfarë ishte fare, arritim që e gjetëm, na i punëtoj të shina prun nga Italia, a ishte zgjidhje që e fuzim e kafshë, që ajo është si për kafshën bë mirë, si për në fjallë e dzjesh dhe gjithë cilësore, pa aflatoksin qumshin. Ishte hera e parë që të ndodhte? Po, hera parë. Që ndodhi nga ushqimi gabuar i asaj here, po që mund të ndodhte edhe... Nuk do për para nuk ishe përdorur. Se kështë përdorur, ishte... Nuk e kështë përdorur si herë për para, kjo ishe fatkesia që nuk e kështë përdorur. Tash e përdorim me normë çdo gjë. Halka këti problemi ngell gjithmonë kene fshatarë, kene fermerët. Po, e vërtetë. E funit jemi ne humësat. Po, ty do të them. Sepse unë shkoj këzotnia i them, du misër pa aflatoksin, vla se kam probleme, vla, me kafshët. Po. Okej, me gjeri copë certifikat, zotnia më thotë, shiko, thotë, e kam importu, thotë, është pa aflatoksin. Vjen dhe bën provën, a del me aflatoksin. Dëtëromi tash në lopët, i kemi pa misër. Sepse t'il nuk di ku të shkoj, edhe dhe në ana jonë, nuk di ku të shkoj më për misër. Po tash edhe kafsha pa misër, nuk mund të jetoj në vend e botës. Tash nuk bëj kontroll shteti ke misri. Po sigurisht kemi zgjedh zgjidhjen tash, kemi hequr misrin. Se pra, çfarë? Ne kemi hequr misrin fare, nuk kemi fare misër. Çfarë jep tani? I japim sojën, elbin, grurin dhe plus me antimykun. Të shkruajmë gjithmonë. Pra ke gjetë dy zgjidhje. Sepse isha tani tek një fermë më e madhe e cila e prodhonte vetë ushqimin. Po ti nuk mund ta prodhosh vetë. Jo, unë se prodhoj vetë. Unë se prodhoj vetë. Unë prodhoj vetëm të gjithë, unë pak e shumë sa di, me aq sa jam me të jurin time, në të gjithë vendet e botës, baza ushqimore, të gjithë fermat bëjnë silazhin dhe barin. Pjesa tjetër e koqetratave e blenë
Janë tjekje me këtë punë. Po duhet ta kontrollohet. Normal, me kontroll çdo gjë. Gjithë zinxhiri. Me kontroll. Sepse në fund të fundit je ti që paguaj. Unë e paguaj. Për shembull, ato 4 ditë që qumshi s'ta mori lufra, Po sa duhet, humbë 8 milion lekë. 8 milion lekë për 4 ditë. Po. Kështu që ty të Mos duhet tet, të jashtë ta shtatë. zgjidhje më njëherë, të ndërhyje më njëherë me lekë të tjera, kuptohet, sepse kanë Normal, ndryshuar normal, ushqimin, kanë normal, ndryshuar këtë. Normal. Po kjo është shikëzoj që e arritëm, që gjetëm zgjidhjen. Dhe të shkojmë përpara kështu, se më ndodh prapë kjo Kur punë ti kështu. kërkon një zgjidhje, me kë konsultohesh? Me atë që ja shef, me veterinerin, si ja bën ti? Kush të ndihmon ty? Konsultët i bëj me fjalë kam një italian unë faktikisht vetë, që flas gjithmonë me fermën anti dhe realisht ato këtë gjëra përdorshin dhe kanë misin në çdo gjë tharje. Sa mirë, domethënë ti bashkëpunon edhe me të uaj. Bashkëpunoj, normal që bashkëpunoj me të uaj, se normal i dalë zot punës time. Gjithashtu. Bravo. Se përndryshe çdo ditë bi telefoni, deri në lufra, sa dorëzohet qumshi, laboratorat, analizat, zotni qumshi mrapsh. Ti paguajmë të fugonin lufrës, si ta bjej qumshi mrapsh me derdh. Në rregull, kjo është gjithë historia. Kështu që nuk ta mban që të krijosh probleme. Je ti Jo, që jo, jo, s'ke jo, interes jo. të kesh Po probleme. s'kam interes.